Kryeministri Edi Rama e konsideron goditjen e figurave të larta politike nga SPAK si një zhvillim që ndodh për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Rezultatet e reformës në drejtësi sipas shefit të qeverisë e kanë afruar edhe më shumë vendin me Bashkimin Evropian. Drejtësia shkon pas dhe shkon e ndjek figura të profilit të lartë, nuk është e përsosur, ka mjaft disavantazhe, por është hera e parë në histori që kemi njerëz politikisht të fuqishëm që shkojnë përpara një prokurori dhe gjyqtari të pavarur, kur nuk ka ndodhur, qysh nga 1912, nga pavarësia jonë dhe pak vite më parë kur finalizuam reformën në drejtësi me ndihmën e BE-s. Kur nuk kishim parë një ministër apo individ të profilit të lartë lidhur me pushteti politik të shkoj para gjykatës dhe jo më të dënohet, dhe tashmë po i shohim këto gjëra. Pra, BE, harrojini këto gjërat. Rama ka përsëritur se anëtarësimi i vendit në Bashkimin Evropian është objektiv i panegociueshëm. Pse jam kaq i fiksuar për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian? Ka gjëra që nuk do të jenë të sigurta, të pakthyeshme. Ndaj kur më pyesin ç'plan B ka Shqipëria, them anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Kryeministri u ndal edhe tek rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, duke thënë se jo vetëm të ta bëjë Amerikën më të madhe, por do të zgjerojë edhe Europën. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Europa u ngrit për gjën e duhur duke qëndruar krah Ukrainës. Po pse ka më pak miq? Po flasim për miq që nuk janë në këtë pjesë të botës. Ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Trump jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por edhe për ta zgjuar Europën dhe për t'i thënë asaj që nuk mund të vazhdojë sikur bota të ishte njësoj sepse nuk është njësoj. Edi Rama ka pritur për herë të parë fituesit e çmimit të madh ndërkombëtar Karli i Madh, një nga nderimet më të larta europiane për personalitetet me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Europës për dialogun mbi rolin e rinisë në të ardhmen e kontinentit.